Ju përshëndesim gjithëve. Konferenca përshtyp përpara ndeshjes së dytë gjyrospar raundi kualifikues në UEFA Conference League, shefi stafit teknik Artin Pollozhani dhe futbollisti Arbin Zemillaj gatshëm për të përgjigjur pyetjeve tuaja përpara ndeshjes kthimit. Kemi fituar takimin e parë 5-0, nesër nga ora 20 takohemi këtu në Shkup. Fillimisht sigurisht ju jepet fjala për të bërë pyetje. Tani për të ndërlidhur pyetjes tuaj, patjetër që ne kemi rezultat pozitiv në ndeshjen e parë, por që kjo nuk do të thotë që ne bëjmë ndryshim në informacion ose nuk do të thotë që ne të mos e marrim me seriozitetin më të lartë ndeshjen, sepse është një arsye e thjeshtë, ne duam akoma të konsolidohemi në manovër, që do të thotë në të dyja fazat e lojës funksionojmë si grup, sepse patjetër që koha ka qenë e shkurtë për të futur ato ide tona, për shembull që ne do na duhen për vazhdimsi. Nuk besoj që mund ketë një lloj neglizhence si nga ana e formacionit apo neglizhencë në paraqitje të lojtarëve, pasi që dihet këto ndeshjet në Evropë janë jashtëzakonisht të rëndësishme, sepse nuk janë të lehta pavarësisht rezultatit, por që nuk janë ndeshje të lehta, që do të thotë të gjithë nga i parë deri te fundit nuk na intereson rezultati, por që na intereson manovra dhe paraqitja që ngrihemi në nivel tjetër, sepse do na duhet për vazhdimsi. Përshëndetje gjithëve, sa i përket pyetjes, atmosfera në ekip është pozitive, gjithashtu edhe serioziteti është në maksimum, kështu që jemi të gatshëm për ndeshjen nesër. Patjetër që thirrja është ajo e zakonshme dhe më e rëndësishme që të jenë sa më shumë numër nesër në stadium, duke ndjek ekipin e tyre të zemrës, edhe duke filluar na mbështesin nga nesër edhe në vazhdimsi. Po gjithashtu dhe unë i ftoj që të jenë nesër në stadium që të na ndjekin, pasi që siç e kam thënë edhe disa herë tjerë, përkrahja e tyre ndikon shumë ke ne, ka rëndësi shumë ke ne dhe i ftoj që të jenë sa më shumë në numër. Nuk mendojmë për pas nesër. Domethënë gjithë fokusi i gjithë ekipit edhe stafit teknik është nesër. Domethënë ndeshja më e rëndësishme e Shkëndijës është nesër në orën 20:00, që do të thotë e gjithë vëmendja është nesër, sepse duhet të kemi parasysh që futbolli është i paparashikueshëm, duke heqë pjesën e rezultatit, sigurisht që ne nëse nuk futesh 100% ndeshje dhe sidomos të ndeshjet e Kupës së Evropës ku njohja ndërmjet ekipeve nuk është nivelin e duhur, unë mendoj që gjithë duhet të fokusohemi nesër. Nuk ka pas nesër, ka nesër ndeshje. Edhe kjo është ndeshja më e rëndësishme e Shkëndijës nesër në orën 20. Sigurisht që për stafin teknik ose për trajnerin konkretisht gjithmonë janë mirëseardhur cilësitë në ekip, por që duhet jemi të kujdesshëm sepse normalisht ndonjëherë një cilësi e shtuar mund edhe të ketë problematik brenda, por që si staf teknik patjetër që çdo cilësi e ardhur në klub, normalisht në koordinim me drejtuesit të klubit, është e mirëseardhur. Mirë, falenderoj që ndërgjët të konferencë për shtyp, ju kujtoj që seanca stërvitore e Shkëndijës është nga ora 18:30 sonte këtu në stadionin Todor Proeski, 15 minutat e para janë të hapura për media.